Allahu subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falë ndihmë udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet. Deri në atë ditë ku thotë Allahu subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim. Atë ditë nuk të bën dobi asgjë në këtë botë, vetëm aq që shon tek Allahu subhanahu wa ta'ala me një zemër të pastër, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, ndjen persone një musafir. U munduam që këtë musafir të presim, u munduam që në këtë muaj, pra muajin e Ramazanit, ta shtojmë adhurimin, ta agjerojmë të falim namaz nate, të falim namaz vullnetar të ravi, të lexojmë Kur'an dhe kështu me radhë dhe të shtojmë adhurimin në përgjithësi. Njeriu në jetë kur arrin një rezultat, dëshiron që këtë rezultat, pra pasi gëzohet në arritjen e rezultatit, dëshiron që të shprehet edhe gëzim. Mu për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala e bëri Bajramin si festë, si rezultat i një pra adhurimit dhe i një përkushtimit që njerëzit ja banë muajit të Ramazanit. Duhet të gëzohemi se Allahu subhanahu wa ta'ala na mësoi të agjerojmë këtë Ramazan. Duhet të gëzohemi se Allahu subhanahu wa ta'ala na mësoi që të falim namaz taravih. Duhet të gëzohemi që Allahu subhanahu wa ta'ala na mësoi që të lexojmë Kur'an më shumë dhe duhet të gëzohemi në përgjithësi se Allahu subhanahu wa ta'ala na mësoi që ta shtojmë adhurimin. Duhet të gëzohemi dhe të shpresojmë se ne kemi arrit natën e Kadrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte se popujt që ishin para tij kanë jetuar më shumë dhe se rezultati i kësaj edhe e kanë adhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala më shumë. Dhe dashurinë që e kishte për popullin e vet, kjo gjë e mërziti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e pa Allahu subhanahu wa ta'ala mërzinë që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për popullin e vet, se populli i tij me vjetë do t'jetoj më pak se popujt tjerë dhe si rezultat i kësaj edhe adhurimet do t'jenë më të pakta, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala i zbriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, po ta zbres një natë që ka vlerë më shumë se sa një muaj. Kështu që mos u brendos fare, sepse edhe umetijat do të arrijnë shpërblimin e umeteve apo popujve të tjerë. Për emrave të Allahut të nderuar është Ash-Shakur, falënderues. Allahu subhanahu wa ta'ala me pak e shpërblen njeriu shumë. Dhe kjo është emri i Allahut subhanahu wa ta'ala. Njeriu me largimin e Ramazanit ndin pak mërzi. Dhe nëse përfiton diçka, përfiton se kështu duhet me qenë besimtari. Duhet me qenë i gëzuar dhe me pas përjetime të mira derisa është në lidhje me Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe duhet më mërzit në atë moment që i këput lidhjet në Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk ka dëshim se 30 ditë agjerim, namaz, sadaka, lexim dhe kështu me radhë, më shifen shumë qëllime pas kësaj vete, pas këtij adhurimi. Nga ky adhurim kemi mësuar sabrin, nga ky adhurim kemi mësuar si të sillemi, nga ky adhurim kemi mësuar shumë dhe shumë, mirë po qëllimi kryesor është që të bëhemi më të mirë. Pra, la'allakum tattaqun, ju është bërë obligim agjerimi për një qëllim të saktuar që të arrini devotshmërinë. Nëse përkthehen në gjuhën tonë që të bëhemi më të mirë. Pra 30 ditë kemi punu diçka, përveç kësaj edhe në muajin Shaban jemi mundu të përgatitemi për këtë muaj me një qëllim të vetëm që të bëhemi më të mirë në këtë udhtim të cilin jemi duke e bërë, ai është udhtimi për të
kur flet për muajin e Ramazanit të nderuar vëllezër, gjanë kryesore që e veçon dhe e potencon kur flet për Ramazanin, thot shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pra si thash, në muajin e Ramazanit kemi bërë shumë adhurime, kemi falë tarawih, kemi bërë namazate, jemi mundu varsisht edhe mundësisht çdo kush sa ka pas mundësi. Mirë, po Allah subhanahu wa taala nuk i përmendën shumë këto, nuk i potencon këto në Kur'an, por e potencon vetëm çështjen për zbritjes së Kur'anit. Për Ramazani aty se veçohet apo e ka si qëllim kryesor zbritjen e Kur'anit. Zbritjen e Kur'anit të nderuar vëllezër, duhet ta marrim seriozisht. Pra, mos jetë Kur'ani libër historie dhe thjesht mbledhje e informacionit. Mirë, po duhet të jetë udhërrëfyes në jetën tonë. Duhet të jetë një katalog apo një hartë të cilën na tregon se si të shkojmë tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu thot shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Kurani pra është huda, është udhëzim për njerëzit. Wal-furqan dhe dallues mes të mirës dhe të keqes. Është dallues mes të vërtetës dhe të kotës. Ne thot e zbrit me Kuranin në natën e Kadrit. Dhe Allahu subhanahu wa taala i dha vlerë kësaj nate sepse në atë natë është bë kontakti mes qiellit dhe tokës përmes Kuranit. Por atë Kur'an të nderuar vëllezër, thot Allahu Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ne pra këtë Kur'an nuk e kemi zbrit që t'i mundon njerëzit. Nuk e kemi zbrit që njerëzit t'i bën të vuan. Mirë, po e kemi zbrit që njerëzit t'i lumturojnë. Dhe çdo kush që kërkon lumturi, duke u shmang Kur'anit, të jeni të bindur se nuk mundet me gjetë lumturi. Ka mundësi dikush me thonë, po filani edhe pse ndoshta nuk falet apo nuk e ka Kur'anin si udhërfyes, jeton mirë. Ky mundet të ketë kënaqësi momentale, mirë, po asesi nuk mund të ketë lumturi të përhershme. Dhe sa ma shumë që njeriu zhytet në kënaqësitë e pakufishme, aq ma shumë edhe i paksohet lumturia e përhershme. Është njëjtë si ai njeriu që është i uritur. Kur është i uritur fillimin, kur fillon me hangër një ushqim të caktuar, në dinë kënaqësi. Mirë, po sa ma shumë që e shton ushqimin, aq ma shumë i paksohet kënaqësia. Edhe ky njeri i cili mendon me gjetë lumturinë, duke mos e ndjek Kur'anin, duke mos e ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka mundësi fillimisht në dinë kënaqësi, mirë, po i paksohet lumturia. Ai njeri i cili mundohet me gjetë kënaqësi në drogë, pa thonë kushtimisht në imoralitet dhe kështu me radhë, ka mundësi në momente të caktuara, duke bërë një vepër, pa thonë thojza, e ndih një farë kënaqësie. Mirë, po me kalimin e kohës, sa ma shumë që zhytet nga ato vepra, ma shumë i paksohet lumturia, sepse pasojat janë të bashkëmarrshme. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ne nuk e zbrit me Kur'anin që ti mundon njerëzit. Dikush nuk ka të thonë, a nuk është mundim me ardhë në ora 5 të mëngjesit që ta falim sabahun, a nuk është mundim me agjeru Ramazan, a nuk është mundim me shumë hajë dhe kështu me radhë. Të nderuar vëllezër, mundimin e kemi në dy pjesë. El-mashaqqa allati tafuqu 'adatu al-insan është një mundim që nuk mundet mi përballu njeriu. Dhe ky mundim është ndaluar. Nëse je i sëmur, e ketë ndaluar agjërimin, jo se ke shpërblim. Nëse nuk ke mundësi mu falë në kam, falesh ulur. Nëse nuk i ke mundësi financiare për me shku në haqë, nuk e ke obligim haqë, dhe kështu me radhë. Pra, ajo mundim i cili njeri nuk ka mundësi, ky
Ky është mundim që ne nuk e kemi obligim. Mirë po është një mundim i zakonshëm, normal. Dhe ky mundim njeriu e ka obligim për me hyrë në këtë mundim, sepse si krijesë njeriu është i ngarkuar në përgjegjësi. Dhe si rezultat i kësaj ngarkese, njeriu e ka obligim për me hyrë në atë mund që ka mundësi. Për atë Allahu subhanahu wa taala thotë: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e mundon askën për mbi atë që ka mundësi. Që nuk kuptohet se për ato gjëra që kemi mundësi, e kemi obligim që t'i kryejmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte thënur në kohën nga fundi i jetës së vet. Dhe i tha një thënjur: O i dërguari i Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Shayyabatni al-Hud wa akhawatuha. Më ka thënur surja Hud dhe si motrat e saj. Pra të nderuar vëllezër, çka gjendet në surën Hud? Gjendet për Allahu subhanahu wa taala na tregon për popujt e mëhershëm. Na tregon për gjendjen e popujve të mëhershëm se si përfunduan ato që i thyen urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe si motrat e saj që janë surja Kaf, Hujurat dhe Shumarat, e tregojnë gjendjen e njeriu se si njeriu përfundon nëse i kryen obligime dhe i nështrohet urdhrat të Allahut subhanahu wa taala, dhe si përfundon Allahu na ruaj nëse nuk i kryen urdhrat dhe obligimet e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu të nderuar vëllezër, Kur'ani dikon rreth 6236 ajete. Nuk ka dyshim se në këto gjendet çdo gjë, çdo detaj. Prej krijimit të njeriut, prej krijimit të universit, prej çdo gjë që ka nevojë njeriu. Dhe shkenca vazhdon dhe zbulon ende teori që Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur në Kur'an para 1400 vite, apo 1450 vite. Dhe do të vazhdoj të zbuloj këto teori deri në ditën e Kiametit, sepse është mrekulli e përhershme që nuk ka fund deri sa të përfundoj çdo gjë në këtë tokë. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala qëllim kryesor se e zbriti Kur'anin është që ne ta përdorim Kur'anin se pra për me shku tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse njeriu është në një rrugë pa drita, mundet me ecë në atë rrugë. Mirë po, i nevojitën drita. Ashtu është edhe Kur'ani. Njeriu mundet me jetu në këtë botë, mirë po pa drita nuk ka ku të shkojë. Atëherë të nderuar vëllezër, thash, Ramazani ka shumë objektiva. Kemi mundu të adhurojmë Allahu subhanahu wa taala varësisht mundësive, dhe këto adhurime patjetër duhen të reflektojnë në vetët tona. Dhe mos të dalim nga Ramazani vetëm me të pangrën dhe të papir. Mos të dalim nga këtë Ramazan vetëm se e kemi lanë pushimin. Mirë po, me këtë Ramazan të marrim edhe devotshmërinë që është arrit. Edhe për fund të nderuar vëllezër, është interesant se Allahu subhanahu wa taala nuk ka obliguar asnjë obligim, vetëm se apo edhe çdo detaj, jo vetëm shtyllat e Islamit, vetëm se i shërben edhe anën shpirtërore. Dhe është interesant se janë 5 shtyllat e Islamit. Të vetme 5 shtylla janë që njeriu, edhe nëse nuk e vepron atë vepër për momentin, njeriu cilësohet dhe e merr epitetin aty sa është duke e vepruar. Dhe kjo është vetëm për 5 shtyllat e Islamit. Nëse një njeri e marr për shembull pin ujë, dhe kur e lën ujin, ky nuk emërtohet se duke pi ujë. Për dallim me namazin. Nëse njeriu fal namaz, thot filani është namazli,
edhe pse në momentin që ai ka duke dhënë, ai ndoshta nuk ka duke u fal. Për shembull sot na mund të cilëson se ne jemi nga namazit që falemi. Mirë, por ne në momentin nuk jemi duke u fal. Kjo është edhe para xhirimit. Filani është haxhi. Edhe pse ndoshta para 20 vjetë e ka kryer haxhin dhe kështu me radhë. Kjo tregon se njeriu filani është pra që agjeron. Kjo tregon se njeriu duhet me rujt agjerimin. Jo vetëm me agjeru një muaj dhe pas një muaj mu kthy në gjendjen e mëparshme. Mirë po, kjo gjendje të ndërkohë vëllezër duhet mi shoqëru njeriu gjatë 11 muajve. Pra, këshilla që dua ta përgjoj sot është që me daljen apo me arritjen e muajit Shawwal dhe me përfundimin e muajit Ramazan ta marrim qëllimin kryesor, ai është zbritja e Kur'anit, të kthehemi pak dhe Kur'anin ta marrim si udhërfyes për atë çka është dhe ta marrim dallues në mes të vërtetës dhe të kotës. Të kthehemi pak Kur'anit sepse mu për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala edhe e ka zbrit. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet, lavdimet I takojnë vetëm Allahu xhelle shanuhu, krijuesit të gjithësisë, paqja, mëshira, Allahut Zot qoftë mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjitha besimtarët që do ta ndjekin dhe do ta pasojnë atë deri në ditën e mëngjesit. Nëshëm besimtarët vllazën në rrugë. Shikues nga televizioni të Ruta, I përshëndet gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Përshëndetje dhe kënaqësi për gjithë ne sot që na mbledh për të festuar festën e Fitr Bajramit apo Bajramit pasi që themi traditën tonë, pas një maratone, do të thotë të thuja 30 ditë, po jemi përpjekur gjithë se cili si që tharë në dhja, ma është mundësi e veta sa ka, që t'i kryejmë adhurimet, kryejmë ibadetet, dhe ato t'i shoqënojmë edhe në sjadet tona, me veprimet tona, moralin tonë. E ku ka që më të mirë se Allahu dhe shanë se që përshkruan jetën e njëri, thot, ja ju ledhina amanu rka'u wasjudu fa'budu rabbakum. O ju që besoni, bini në ruku në sejdë dhe madhnone Allahu dhe shanë. Waf'alu l-khayr, edhe bani veprat mira, la'allakum tuflihun. Në mënyrë se t'jeni të shpëtuar. Pra Allahu dhe shanë në këta jetë, por në shumë të tjera, në ka diftu që çdo njeri duhet të krijojë relacionet apo raportet që të me Allahu dhe shanë duke kryer adhurimet, duke I kryer gjitha lutjet, duke I përfshirë në një fjalë 5 kushtet e Islamit, të cilat ndërtohen në relacionin vertikal me Allahun dhe shanë, por në të
një mënyrë ato reflektohen edhe në jetën tonë shoqërore, duke i shtu edhe veprat tona të hajrit, veprat tona të mira, mirësi e panumër të që realizon një besimtar. Nëse besimtar, Allah xhaleshanuhu në Kur'an, kur përmend në lidhje me muajin e Ramazanit, e përmend atë si muaj shehur Ramazan, e përmend zbritjen e Kur'anit, e cila ndodh në muajin e Ramazanit, e përmend natën e Kadrit, po kështu që ndërlidhet me Kur'anin, me fillimin e zbritjen e Kur'anit, po njëherë edhe me vlerën e saj të madhe. Dhe e përmend edhe atë. Pra Kur'ani u thekson në mënyrë të veçantë do pika kryesore. Natyrisht në ndonjë event apo në ndonjë çast, në një detaj, kur vjen fjala për agjerimin, kur vjen fjala për ata të cilët janë të sëmur, apo të cilët udhtojnë, se si duhet të veprojnë këtë rast. Apo një detaj tjetër, sepse agjerimi ishte edhe me përpashëm, i kishin edhe popët e tjerë, por veçanta dhe që hyn në detaj Kur'ani, është se njeriu i përcaktohet edhe momenti nga kur do ta fillojë agjerimin. Pra hanë dhe pimit derisa të dallohet peri i zi nga për derisa të dallohet. Pra ky ishte një detaj sepse ata që ishin më përpara, jehudet që agjeronin, e kishin se rregull që nga momenti që bënin iftar dhe flenin, ata ishin të detyruar që të agjeronin deri te nesërmen në mbrëmjen e akşam. Dhe prandaj Allah xhaleshanuhu e vendos një detaj i cili e përmirëson të gjendjen, sepse është një vështirësi e madhe për njerëzit. Pra muaji i mandueshëm i Ramazanit, dhe gjatë këtij muaji jemi përpjek gjithë, kush sipas mësisë, që lexojnë Kur'anin. Të shohim relacionin tonë me Kur'anin, sa jemi larguar nga Kur'ani, edhe në çmas, dhe si duhet jemi ne gjatë këtij muaji, po njëherë kalojmë te cikël edukimi, do të thojë shpirtëror, për të vazhduar jetën me pas. Gjatë kësaj muaje ne kemi ngjallë netët, si thot pejgamberi alayhis salam, ai i cili agjeron gjatë ditëve dhe netët të ngjallë, Allahu xhaleshanuhu i fal atij me katër ditë më përpara. Kemi falë namaz, kemi bërë shëtër, kemi bërë klarë, për gjitha këto kemi pas rastin të dëgjojnë nga imamet kanë qofë në xhami apo në rrjeteve sociale. Natën e Kadrit kemi mësu durimin e cili vjen prej një cikli edukus nga Ramazani e konkretisht nga agjerimi. Kemi mësu dhurimin, ikramin. Kemi mësu se të vazhdojmë, të fëndojmë Allah xhaleshanuhu, të kërkojmë istighfar. Kemi mësu se si të fitojmë xhenetin, se ti kërkojmë Allah xhaleshanuhu për xhenet. Kemi mësu, po që vazhdimisht jetën tonë kemi shahadetin. Gjatë kësaj muaje ka dhe nga ata të cilët kanë bërë umrën, dhe që në këtë kohë që realizon umrën, ka vlerën e një haxhi, por nuk e zëvendëson. Kemi dhënë ushqime të ndryshme, të pa ushqyerve sidomos.
tjetër në iftare. Kemi bërë dua, kemi bërë itikaf, sepse numër caktuar. Kemi bërë namaz natën. Kemi vlerësu natën e Bajramit. Dhe në fund, kemi dhënë besim. Besoj se cilësiri nga ne një farë mënyre i ka realizuar. Dhe Allahu dhe shanë të lutemi që ti ke pranuar gjitha këto ibadete, qofshin në aspektin në lidhjen tonë me Allahun dhe shanë në njërit edhe manifestimin i tyre në jetën tonë përditshme, qoftë këto ibadete, por edhe në sadakat, në moshë, në zeqatët, në iftaret të cilat natyrisht përbëjnë dhe atë lidhjen shoqërore, familjare, të cilat të afrojnë në një tjetër. Po në anën tjetër është keqardhje për ata të cilët nuk janë, për ata të cilët nuk kanë arrit, nuk e kanë shfryzu të muajt madhmueshëm të Ramazanit. Ashtu si thot pejgamberi alayhis salam kur ishte një herë duke u ngritur për në hutbë dhe i thot 3 herë amin, nuk do t'i cekë për të mos hyrë, sepse për shkak të kohës. Por njërin për tyne, kur e pyesin sahabët dhe i thot se pse the amin, dhe njërin shkallë, i tha ai i cili e mrin muajin e madhmueshëm të Ramazanit dhe nuk arrin që të marrë mëshirën e Zotit, qoftë prej atyne të humbrëve, prej atyne turpnumve. Dhe me të vërtetë ne sot gëzona këtij fakti, i gëzona se kena për çka me gëzuar. E si do të gëzoj ai person i cili nuk ka pa asnjë gjë nga ato që zeka, ato që vërtetova, që duhet bante gjatë një muaji. Dhe është në besimtar Ebul Faraj Ibnul Jawzi në librin e tij Al-Mudhish e përmend një ngjarje të një personi i cili të shihte akull. Dhe ky akull që shihte ky ndason me ato veprat tona. Ky kur e marrëm në regjistrimin të ngjarje, është një ngjarje që ka ndodhur, që po atë ka për shekullin e 14. E kishte zakon përpara që akullin për ta ruajtur dhe instinktet e verës në mënyrë që të ftohnin pijet apo ujin, i vendosin një shpella dhe në këto shpella qëndronin deri në instinktin e verës. Dhe ky personi ishte marrë akullin dhe e kishte sjellë në Bagdad, në qytet, ku ishte i nevojshëm. Por gjatë rrugës akulli shkenjej. Dhe deri që vinte në Bagdad, thuj se nuk i merrte asgjë. Dhe u dëgjoi një zonë duke thënë: keni mëshirë për këtë person i cili pa i shkenjët akullin. Por ndër tjera, Gjunet e Bagdadi kur e përmendte, ose kur i dëgjova këtë zënë duke thënë se keni mëshirë ndaj personit të cilit po i shkenjët akulli dhe bora, atëherë vendosa duart në kokë dhe thash: njerë që po na kalon ymri, mirë ne që po na kalon jeta. Dhe jeta jonë është si puna ati akullit, i cili vazhdimisht shkenjët, i cili vazhdimisht kalon. Dhe ne nuk e vrejmë as pak. Gjithë të cilin nga ne e fillon jetën e tij si fëmijë, moshë, fillon moshë mesme. Nuk graduat, e nuk e ndjen. Nuk e shef, nuk e vrejmë.
ka ba për korupcion të koshtë, dhe i thotë, si e ba. Por jetën tonë për tishtë të përpajnë e ditë në nuk e vrejë. Ashtu dhe ymri kalan. Dhe për te, edhe me vnana më shpjegon te, edhe gjithë të ngjarjet që ka marrë i përgjëpësi dhe që e ka registru këtë historinë e Apple, e kanë marrë shumë nga djetarët si shemull për tiftu se ymri jonë kalon, jeta jonë kalon. Dhe çka bajmë na? Qa arrim me ba? Qa arrim me bruna? Dhe njëjtë mënyrë, Fahreddin el-Razi, nga i shekull mbrapa, kur e shkruan tefsirin e tij, tefsirul Kebir, në tefsirin e tij kur komenton surën al-Asr, surën e kohës, e vendos të ngjarjen e personit i cili i shkrin e Apullit. E vendos për të kuptuar në të vërtetë surën al-Asr, që është surja e kohës. Allahu të shahun në surën al-Asr thotë, betohet në kohë, wal asr, innal insana lafi khusr. Në të vërtetë njerëzit janë në humbje. Si janë humbje? Janë humbje sikur sa ai personi i cili e humbte e kishte blerë me një çmim akullin në shpellë në mal, ku ishte ftohtë apo fresk, dhe kur e sillte në qytet, që ishte cetë në Bagdad, ai shkrihej një pjesë e saj dhe humbe. Dhe faktikisht shkrihej i gjithë. Në të njëjtën mënyrë, Fahreddin el-Razi e komenton këtë sure, dhe thotë se njerëzit janë në humbje. Nga momenti që ai ka lind, nga momenti që ai ka parë në nanës, dhe deri në fund të jetës së tij, ajo është një cikël i cili ka një fillim dhe ka një mbarim. Dhe përhershëm, është vetëm Allahu i Shëndet. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati, përveç atyre që besojnë, thotë Allahu i Shëndet. Dhe besimi është gjëja kryesore. Njeri që nuk beson dhe që nuk ka besim në Zot, është si të thush pa asnjë qëllim, pa asnjë kuptim. Vetëm jeton në këtë kohë, jeton në këtë jetë. Dhe e kalon këtë jetë nga çasti që lindën në test, si ai Apulli. Apulli shkret, Amerikë, smezja. Po çka me besimi? Pra njeriu është në humbje, po përveç kuj, përveç atyre që besojnë në Zot. Vetëm me besim në Zot, ne mund të qëndrojmë mbi humbje. Ne mund të qëndrojmë mbi atë akull që i shkrim. O amilu s-salihati, dhe bëjmë vepra të mira, vepra të hajri, ashtu si thamë në ajetin e mësipër, ata të cilët dëshirojnë që të jenë të shpëtuar, të jenë prej atyre që mandojnë Zotin, dhe që bëjnë vepra të mira, vepra të hajri. Dhe të wasau bil haq, dhe që këshillojnë e tjetrin për drejtësi, për të mirë, për gjën e duhur, për gjën e vërtetë, për saktësi, dhe të wasau bil sabr, dhe e këshillojnë e tjetrin për durim. E këshillojnë e tjetrin për durim. Allahu të lëshanu të sure, ashtu si sure të tjera, është interesante. Në qoftë se e marrim surën Ihlas, surja që ne e pohojmë Allahu të lëshanu, një shmeninë Allahu të lëshanu, është sure që në vërtet ka vetëm 4 ajete. Në qoftë se marrim surën e që flet për mohuesit, surën Al-Kafirun, e mohuesve, duhet Allahu të lëshanu ka zgjallë ka caktuar 6 ajete. Pra e fije ma shumë. Shikoni, për besim Allahu të lëshanu ka folë me pak fjallë. Me pak fjallë, sepse është në të shmeninë e njeriu për besu. E ka shtu fjallë, ka shtu reshta në surën Al-Kafirun, për mohuesit, sepse mohuesit me mohuesit është ma vështirë. Në surën Al-Asr, surën e kohës, ka 4 ajete, ka 3 ajete. Pra dhe ma shumë, nuk ka surë që ka ajete ma.
Se koha është atil, është shpull, është që ai afër që të. Apo nëse marrim surën Munafikun, surën e dyftyrshave. Allahu të lëshonu ka kështu ajetin, apo 11 ajetin. Pra sepse është ma fështirë. Pejgamberi alayhis salam ka jetu në ratën e tij munafik. Me dyftyrësha, prandaj Allahu të lëshonu ka kështu se si duhet të jetë dhe si duhet të jetë principet ndaj e tyre. Lutemi Allahu të lëshonu që gjithë ne që na mundu, apo që na mundu që ati mujt mandushëm të Ramazanit, ne këtë pranu Allah që të shanë lutjet tona, ibadetet tona, adhurimet tona, sakrifisën tona, zeqatët, sadakat. Gjitha mirësi, i lutim me Allah që të shanë lutjet, që të ne bashkoj zemrat tona, në afroj njëri tjetër. Në bajmë për atyre që Allah që të shanë lutjet, të inë me minu në hëqbetën, me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Dhe ajo që kërkohet prej nesh, në besimin e Allahut të lëshanu dhe në bashkimin ton, është detyra, është fars për çdo besimtar që të jemi bashkë. Dhe në anën tjetër, për ato ndalesa, për ato harame, për ato të këqija, për ato gjëra që ndoshta na dallojnë me ndonjë mendim, sepse edhe mendimi i dietarëve së shtemi dhe të shishtuvet, kur dietarët e vendosin për një çështje dhe ja qëllojnë pa dy shpërblime, po kur gabojnë personi ka një shpërblim, kur është për qëllim të mirë, kur është mirë të mirë, kur gjithë kena dëshirë që të kontribojnë për vete, për familje, për shoqëri, për vend, për njerëzim, për gjithë. Dhe ato gjëra të cilat ne na ndajnë janë shumë të pakta, janë shumë të vogla. Andaj ajo që na bashkon ne është shumë më e madhe. Lutim Allahun që të shënon në njerëzit me të rrugët tona, ibadetet tona, adhurimet tona. Lutim Allahun që të shënon që të marrë nga çdo fatkeqësi, nga çdo bela që mund të kalojë standin tonë, popullin tonë, qytetarët tanë, besimtarët tanë. Po në fund gjithë njerëzit të cilët jetojnë në këtë qytet.
Allahu në dhe motrën përhaj me jaba. Allah je Allah, hati dashni sane, bashkështën në sofrën, o me bismillah. Allah je Allah, përhaj, o kë bajram në zemëro, jo musliman në shpituri me qoj, banda me këto dashni, fisabilillah, përhaj, o kë bajram në zemëro, jo musliman në shpituri me qoj, banda me këto dashni, fisabilillah, unina bajrame. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذين يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما لاح الصباح عيد وأسفر الله أكبر كلما لاح برق وأنور الله أكبر كلما أرعد السحاب وأمطر تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل لنا الصيام وقيام ويسر ونحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر ونشكره على فضله وإحسانه وحق له واحد أحد الصمد أن يشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربنا نفرض بالخلق والتدبير وكل شيء عنده واعتبر صلى الله عليه وسلم وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر وعلى أصحابه الذين سبقونا إلى الخيرات فنعم الصحة والمعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدأ الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق تقاته فإن من اتصى بالتقوى جعل الله له من أمره يسرا ومن كل ضائقة مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب يقول تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وأشكره سبحانه على نعمه الوافرة والآلاء المتكاثرة تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Të nderuar vëllezër, falënderimi i takon vetëm të Madhit Allah subhanahu wa ta'ala, i cili na ka bërë musliman, edhe na ka mundësu me e kuptu bindshëm se nuk ka jetë dhe nuk ka lumturi të vërtet, dhe nuk ka ardhmëri dhe shoqëri dhe familje të shëndosht vetëm se me Islam. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na mundsoi me arrit edhe këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Ramazani ishte muaji ku na u dha hapësirë të rishikojmë raportet tona mes vetes dhe na u dha hapësirë të rishikojmë raportet tona me krijuesin e gjithësisë Allahun subhanahu wa ta'ala. Në këtë muaj na u dha hapësirë për ibadete dhe adhurime të ndryshme. Në këtë muaj na u dha hapësirë për falje nga Zoti i gjithësisë. Mua edhe për këtë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai i cili e ka agjeruar këtë muaj me bindje të plot në ekzistimin e Allahut fuqiplot, i falen të gjitha mëkatet. Ramazani mund të konsiderohet edhe si mjeku më i mirë i zemrës, i cili erdhi për të na shëruar shpirtat tonë. Për atë dhe sot jemi të lumtur, festojmë dhe gëzohemi që Allahu subhanahu wa ta'ala na mundsoi që në këtë muaj t'i përgjigjemi thirrjes Allahut subhanahu wa ta'ala. Ali radiallahu anhu në fund të këtij muaji dilte dhe thonte sikur ta di se kujt Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka pranuar këtë muaj të përgëzoj. Nuk ka dëshim të nderuar vëllezër se çdo gjurmë i ka shenjat e veta, e shenjat që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka pranuar muajin e Ramazanit, është që të vazhdojmë në këtë muaj edhe në frymën e këtij muaji edhe 11 muaj tjerë. Nga se për këtë Zot që kemi agjeruar një muaj, për këtë Zot që kemi ndejt me natë të tëra pa gjumë, ky Zot është i gjallë edhe 11 muaj tjerë. Në këtë ditë feste, me lajqet e Allahut subhanahu wa ta'ala lutën dhe thonë: urime o besimtar, Zoti ju ka falur mëkatet e kaluara, andaj kujdesuni për atë çfarë ka mbet nga jeta juaj, nga se me të vërtet
ajo që kam mbet nga jeta jonë është shumë e shkurt në krahasim me jetën e përjetshme në ahiretin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për atë dhe Allahu subhanahu wa ta'ala këtë e përshkruan në Kur'an dhe thot: mata'un qalil thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kjo jetë është vetëm disa qaste, e pastaj ktheheni tek Allahu subhanahu wa ta'ala, tek ai i cili e di të fshehtën dhe të dukshmen, dhe t'ju informoj dhe t'ju gjekoj për çdo vepër që keni vepruar. Të nderuar vëllezër, në këtë ditë të gjithë jemi optimist se na ka falur i madhi Allah subhanahu wa ta'ala. Për atë dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ibadun li sumtum wa li qumtum irji'u maghfurun lak. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që robërit apo besimtarët dalin për të falur namazin e Bajramit, Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet besimtarëve nga qielli dhe u thot: o robërit e mi, për mua agjëruat, për mua u falët, andaj vehuni në shtëpit e juaja të falur e të mëshiruar. Të nderuar vëllezër, e ku ka më mirë për ne si krijesa që të na falë krijuesi Allahu subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër, ne si besimtarë i kemi dy festa. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo popull i ka festat e veta, e festat e muslimanëve janë Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Për atë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur emigroi nga Mekja në Medinë dhe shkoi në Medinë, i pa disa besimtar, disa musliman duke festuar festat e huaja, duke festuar festat e ignorancës, u drejtua atyre dhe u tha: qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma yawmul adha wa yawmul fitr. Allahu subhanahu wa ta'ala ju ka zavendësuar me dy festa më të mira, me festën e Fitr Bajramit dhe festën e Kurban Bajramit. Të nderuar vëllezër, festat islame janë festat të veçanta, nga se festat tona nuk lidhen me vdekjen apo lindjen e dikujt, por janë festa ku plotësohen obligimet tona që kemi ndaj krijuesit Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe janë festa që plotësohen obligimet tona që kemi ndaj njëri tjetrit si vëllezër dhe si shoqëri, duke e vizituar njëri tjetrin, duke e ndihmuar nevojtarin dhe duke shti dashuri dhe gëzim në zemrat e fëmijëve tonë. Të nderuar vëllezër, Bajrami është koha ku besimtari ndihet krenar me fen e tij. Lillahi l-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Krenaria e vërtet i takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Krenaria e vërtet i takon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe krenaria e vërtet i takon besimtarëve. Dhe ne si besimtar duhet të ndihemi krenar me fen tonë, për atë dhe kjo është porosi e Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili tha: wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. E asnjëherë as mos u dobësoni, e as mos u likështoni dhe as mos u pikëlloni, sepse ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Bajrami të nderuar vëllezër është koha ku duhet të tregojmë dashuri të veçantë ndaj familjes, ndaj
prindërve tonë, ndaj grave tona, ndaj fëmijëve tonë. Nga se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej jush është ai I cili është më I miri me familjen e tij. Bajrami është koha ku duhet të shtojmë dashurinë vëllazërore, të shtojmë dashurinë mes njëri tjetrit, nga se të nderuar vëllezër, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dashuria ndaj njëri tjetrit sjell edhe dashurinë e Zotit. Bajrami është koha ku duhet I pastrojmë zemrat tona, ta zhdukim nga zemrat tona një herë për gjithmonë xhelozinë e zilinë për njëri tjetrin. Për atë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا. Mos keni zili njëri tjetrin, mos e mashtroni njëri tjetrin, mos e urreni njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, por bëhuni rob të Allahut dhe vëllezër në fe. Muslimani është vëlla I muslimanit, nuk e tradhon, nuk I bën padrejti, nuk e gënjen e as nuk e poshtron. Besimi është në zemër. Të fitojmë vetë besim të nderuar vëllezër dhe të kuptojmë se fshehtësia e suksesit në këtë botë nuk është xhelozia e zilia e urrejtja për njëri tjetrin, por është besimi dhe vepra fisnike. Bajrami të nderuar vëllezër është koha ku duhet kemi optimizëm, nga se Islami apo e gjithë feja jonë është optimizëm. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajabun li imrin mu'minin amruhu kulluhu khair. Jam çudit me çështjen e besimtarit, jeta e tij është çdo herë hajër, jeta e tij është çdo herë mirë, nga se nëse e sprovon Zoti me ndonjë fatkeqësi, bën durim dhe shpërblehet për atë sprovë, e nëse Allahu subhanahu wa ta'ala I jep ndonjë të mirë, e falenderon Allahun për këtë mirë dhe shpërblehet prapë. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na udhëzon në rrugën e drejtë, lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na forcojë këtë rrugë, lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të I pranoj lutjet, adhurimet, sakrificën gjatë muajit shenjtë të Ramazanit. Amin. O Zot I plot fuqishëm, ne I vim para Teje sot me zemra të mbushura me frikë dhe shpresë, duke kërkuar mëshirën dhe ndihmën Tënde për qytetin ton të dashur Kulçinin. Ky vend është amanet prej Teje, është trashëgimi e të parëve tanë, një vend I bekuar me bukurinë natyrore dhe pasuritë të shumta. O Allah, ruaj këtë qytet nga çdo padrejtësi, nga çdo grabitçar që dëshiron t'ia marrë pasuritë dhe të keq përdor begatitë e tij. Mos lejo që të huajt apo të padrejtë ta përvetsojnë atë që I takon banorëve të tij. O krijues I gjithësisë, jepi popullit të Ulçinit forcë, unitet dhe mençuri për ta mbrojtur vendin e tyre dhe të përqendruar të fortë përballë sfidave. O Allah, fali njerëzit tanë që kanë gabuar, uzoji ata që kanë devijuar dhe mos lejo që lakmia dhe padrejtësia të mbizotrojnë mbi këtë qytet. Bëje që drejtësia të triumfojë dhe që pasuritë e këtij vendi të shërbejnë për të. Amin. Për hajër fitër Bajrami e Zoti na I pranon lutjet tekbira. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allah
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين الفاتحة